Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Zhaku kyç në dhomë dhe Vanessa ngre akuza të rënda kundrejt banores. Hyrja e Nida Gjatës e njohur me emrin Zhaku padyshim që trazoi ujërat dhe ka vendosur atë në qendër të vëmendjes të gjithë shtëpisë. Por ndërsa disa e shohin si një karakter të lirë dhe pa komplekse, të tjerë brenda formatit po nisin të shqetësohen realisht për sjelljet e saj gjithnjë e më të pazakonta. Së fundmi ka qenë Vanessa ajo që ka shprehur hapur dyshime serioze rreth gjendjes së Zhakut dhe logjikës së veprimeve të saj. Gjatë një bisede të qetë me Indrin, Vanessa nuk i ka kursyer komentet e forta duke cilësuar sjelljen e saj jo normale. Zhaku nuk është mirë, i ka lëshu pëllumbat. U shpreh ajo duke përdorur këtë shprehje të njohur për të nënkuptuar se sipas saj, Zhaku ka humbur kontrollin e plot mbi veprimet e veta brenda lojës. Ky reagim i Vanessës nuk vjen pa një kontekst. Deklarata pason një sër debatesh të ashpra dhe veprime të çuditshme nga ana e Zhakut ditët e fundit. Pika kulminante që duket se i ka lënë pa fjalë banorët ishte situata e shumë përfolur ku Zhaku u shfaq duke u endur e pashqetësuar nëpër ambientet e fermës e veshur vetëm me të brendshme për orë të tëra. Ajo që i ka bërë edhe më shumë përshtypje Vanessës dhe të tjerëve ishte kokëfortësia e saj. Pavarësisht sugjerimeve dhe veprimeve të habitura, Zhaku refuzoi të ndrohej. Ajo i mbajti të njëjtat rroba veshur deri në orët e vona të mbrëmjes duke u mjaftuar thjesht dhe duke hedhur diçka sipër sepse koha u fto.